Zoti Cacaj, Pardon. ju sot keni zgjedhur bregun e detit të Divjakës për të kaluar ditën e diel për pushime. Si e shikoni bregdetin e Divjakës? Tani këtu është pasërtia ka filluar, se para ka qenë mbushur ajo e gjitha, por edhe javën e parë që erdhëm, merë 2 javë. Është pastruar, por duhet vënë njeri tani, duhet binë ato koshat, duhet binë, pasaj këto senatur. Duhet vënë që erdhën ata të huaj tani ikën, si duke donin të hanin atje, shpeshjeri dhe ikën. Duhet të marrin ca masa. Bashkia Divjakës ka gati 1 javë që ka hapë sezonin turistik për bregdetin e saj. A është e mjaftueshme që bëhet një sezon dhe në bregun e detit nuk ka asnjë lloj alternative për pushuesit? Po. Duhet që ta hapin, derisa u hap ajo, të japin licencat, se ka rrezik s'ka licenca ku ka dhënë autorizime ato. Këtë hapin të vinë, që këtu vjen nga Tirana, vinë nga Durrësi, le të jetë Durrësi aty. Ku ishtë më i pastë. Pastaj distanca këtu edhe rëra është e mirë. Distanca duke ikur në det, ke shumë favore, edhe për kalamajt. Futen ujtë 1 muaj, 5 muaj, 5 vjeç, 10 vjeç. Ikin vetë. Vjetë kishte kosha. I hidhim në për ato, edhe vinin dhe pastronin. Në i radhë që ata presin që pastrimin të fillojnë javën tjetër, a muaj tjetër, u këtë. Unë i kam bërë dhe njerë su kryeministit vjetë. Se njëhem atë, i kam shkojtur. Zoti Rama i tha shumë të Divjakën duhet të delni për Zot. Se ka lërë këtë gjendje. Kjo është një pendë që së mos kjo sikur ka florit. Të shkoshëm jesë shkëlqen e gjitha. Kënaq. Erën të 2 ditë, që e më bërë. Faleminderit. Edhe ju faleminderit.